Qysh me ju ik njerëzve me energji të keqe, sidomos kur të ndjekin kudo. Nëse të ndjekin kudo, atë nuk është problemi te ta, është problemi te ti. Kur e sheh që dikush është duhet tepruar dhe është të lodh, edhe është të hup energji, irritohesh në praninë e tij. Nëse njëherë të ka rastis me nejt me ta dhe që është thot fjala popullare të ka zonë puna, në rregull do t'ja falësh, do t'ja bësh halal një gjysore, një orë, pse të ka dhënë energji të keqe ose të ka hup energjia mirë. Ama gjithmonë me të njëke ti me mshelgojnë, atëherë ti je problemi në këtë situatë. Gjithë secillit njeri duhet me avu kufit e vet. Nëse të vjen dikush në tavolinë bën mul, thumë ma bën halal, nuk moj se i kam punë të mia. Sidomos tash ka dalë telefoni, jetu lezu diçka, kam punë në telefon. Pas çan ka kërkush me ty në tavolinë, s'çan ka për komard mu qetësu vet. Du me mendu në kafe vet. Du me lexu, du me këqyr në internet diçka. Andaj i refuzon. Po du me nejt me ty, s'kam kohë me ma bo halal. Thirë në telefon, po du me ban, kur ki kohë me dal me ty me pi kafe, s'kam kohë me m'fal, jam i nxanën. Edhe kështu i largan. Ose vjen puna që të mbyll gjitha këto format indirekte, atër thuj direkt, m'fal, nuk po muj mu përshtat në dy si tipa, s'po muj me nejt me ty. Po idhnohet, po let idhnohet. Na duhet jemi të edukuar deri në maksimum, por kur vetën ta shkatrojmë, pse po na vjen marrëm i thonë filanit, largohu. Thuja me edukat, tregoja sebepin, edhe ti hecë rrugës tane. Kur vetën e juj, mos e leni mangut, mos e leni keq, pse po të vjen marrëm i thonë filanit manej. Andaj e shoh problemin edhe pjesërisht te ti.